Presidentja në detyrë Vjosa Osmani ka shpërbeku vendin. Çfarë mendimi ke që do të më shku prapë në zgjedhje? Po shifni, kjo është një tragedi në politikën kosovare, se Kosova është i vetmi shtet në botë i cili organizon zgjedhje të lira, zgjedhje demokratike, por nuk është në gjendje me zbatu dëshirën e votuesit. Pra se kemi politikanë edhe partitë politike të papërgjithshme deri tash. Edhe kjo nuk është hera e parë që ka probleme kësaj. Sa i përket shpërndarjes kuvendit nga ana e presidentës, ajo është drejt kushtetuese. Ajo ka drejt, sipas kushtetuesës, ka drejt me bëu këto, sepse këto partitë politike të cilat kanë qenë në parlament nuk kanë qenë në gjendje me zgjedh presidentin e Kosovës. Domethënë aty nuk ka kur fare probleme. A jeni lodh prej zgjedhjeve të shpeshta dhe a mendon që është e nevojshme? Zgjedhjet nuk kanë qenë të nevojshme fare. Mas pore se nuk ka pas mundësi me ndalë prej krize. Për këtë krizë që kanë kriju janë gjitha partitë politike dhe gjithë kryetarët e këtyre partive politike përgjithë. Për Albi Kurtit e këtij PDK-s, e LDK-s, e AK-s. Këta kanë mujtë shumë lehtë me u marrë vesh. Presidenti aktuale e ka kryer detyrën e vet shumë mirë, nuk ka pas aty ndonjë asnjë, do po thonë që politikë brendshme ka dështuar Sardinën, po ajo në realitet ka kompetencat e kufizuar sa i përket politikës brendshme. Do të thonë më shumë ka kompetenca politikë jashtme, atë punë ka kryer shumë mirë. Kështu që kanë mujtë mu marrë vesh me ashtu mandatin pa pikë problemi.